Në qytetin e Laçit janë në përfundim ndërtimi 117 apartamente të reja, pjesë e rindërtimit, ndërkohë punimet në Laç kanë vijuar, në tjera ndërtime janë plot 460 apartamente, një pjesë e tyre kanë përfunduar, ndërsa janë drejt përfundimit 117 të tilla investimi qeverisë shqiptare, duke shndërruar këtë qytet tërësisht të ri. Ka shumë mundësi të shtrohen në fund vitit. Punimet përfundojnë, punimet e rifinituese gjithë përfundojnë deri në fund vitit. Po mirë, duke deri tash na kënaqo. Kam 2 dhoma e kuzhinë. Po, shumë e kënaqur jam. Po. Investimi ku i ka qenë? I palës turke. Po bashkia këtu ka bërë investimet për qytetin e Laçit? Nuk e di për ato zgjidhje. Shoh disa pallat të reja që ato janë këte, nuk e di. Ai ka shtetja, nuk e di kush i ka ato. Si është sot Laçi krahasuar me 6 vite më parë? Me 6 vite shumë mirë është. 6 vite u shkatrua më parë. Shkatroi tërmeti. Tani është shumë mirë, shumë mirë. Me ditë me mirëmbajt, me kushtet që kena pas, me kushtet që janë shumë më mirë. Inxhinieri i ndërtimit Vlash Gega thotë se në festën e fundvitit banorët do të përfitojnë këtë banesa. Të gjithë banorët që janë dëmtuar kanë qenë banorë të ndërtesave shumë katëshe, pallatet siç i themi ne, në vitin e ri, o në fund të këtij viti, do të marrin çelësave, do të gëzojnë shtëpitë e reja, ashtu siç nuk i kishin më parë. Nuk mund të themi që mbyllet gjithë problematika e tërmbetit apo edhe problemeve që ka qyteti i Laçit, por duke qenë pjesë e projekteve të bashkisë, unë them që hap pas hapi do të sistemohet më tej qyteti, qoftë duke pas parasysh strehimin, por edhe rrugicat, rrugët e kryesore të lagjeve, por edhe më tej. Në përgjithësi bashkia ka hartuar listën e projekteve të rrugëve nga të ardhat e veta për vitin që vjen, dhe në përgjithësi ka zonat më të dendura të banimit, por duhet të them që bashkëpunimi me qeverinë shqiptare, se ato janë fonde të tjera, nuk ka munguar dhe besoj që do të ketë dhe investime të tjera nga qeveria, sepse gjithmonë nuk kanë munguar këtë vite. 6 vite më parë tërmeti nëntori të vitit 2019 dëmtoi seriozisht një sër banesash, duke lënë të pastreja me 10 familje. Falëndime së qeverisë turke janë ndërtuar 522 apartamente të reja.